Dosja Partizani kalon për gjykim. Ish kryeministri Berisha në akuzë për korrupsion pasiv, avokatët nuk do të kërkojnë gjykim të shkurtuar. Qeveria shpall 8 rekomandime për drejtësinë për luftën kundër krimit dhe korrupsionit, por kreu i SPAK-ut Altin Dumani i quan të përgjithshme dhe burokratike. Komisioni Evropian thotë se rritja ekonomike në Shqipëri do të vijojë, por me ritme më të ulta. Shqetësim mbetet lufta e tarifave dhe mungesa e punëtorëve. Shtohen ethet e garës në fermën e VIP-ave, konkurrentët vijnë përballë sfidave të vështira, publiku do të vendosë se cili do të eliminohet të premten. Ora 19, mbrëma. Ky është edicioni qendror i lajmeve në Vision Plus. Të ishin titujt, shkojmë me radhë. Gjykata e posaçme kaloi sot për gjykim dosjen me emrin Partizani, në të cilën kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzohet për korrupsion, ndërsa dhëndri i tij Jamar Bërmaltezi edhe për pastrim parash. Mbrojtja e quajti vendimin të padrejtë dhe bëri të ditur se nuk do të kërkojë gjykim të shkurtuar. 7 muaj nga mbyllja e hetimeve, gjykata e posaçme kaloi për gjykim dosjen Partizani. Ish kryeministri i vendit Sali Berisha do të përballet me togat e zeza, tashmë zyrtarisht në bankën e të akuzuarve. Atij do t'i duhet të nënshtrohet procesit gjyqësor në themel në akuzën e korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror. Avokati i Berishës Genc Gjokutaj tha se nuk do të kërkojnë gjykim të shkurtuar. Nuk e kemi kërkuar gjykimin e shkurtuar për dy arsye. E para që mungon fakti penal, dhe nuk kemi çfarë të shkurtojmë apo të zgjasim, dhe kjo është themeli i mbrojtjes. Dhe e dyta, në momentin kur ne konstatojmë akte të pavlefshme dhe të papërdorshme, gjykimi i shkurtuar automatikisht është i rrëzuar, sepse nuk mundet të pranosh gjendjen e akteve me akte të pavlefshme ose të papërdorshme në të. Kështu që kjo gjykat pikërisht këtë bëri, që i vleftësoi ato akte, ju dha vlerën dhe e dërgoi në gjyq, por që sigurisht neve kemi leximin ton të ligjit gërm për gërm. Megjithse Irena Gjoka, gjyqtarja e hetimeve paraprake, tashmë është ndërruar me Flojera Davidin, edhe sot mbrojtësit e Berishës kërkuan që vendimarrjet e saj të shpallen të pavlefshme, pasi sipas tyre Gjoka është dënuar nga shteti grek. Sigurisht edhe kallëzimin e kemi bërë, është gati. Kjo çështje u bë ditë që është bërë publike dhe nga ana e gjyqtares njëherë për çështje edhe profesionale, edhe etike, edhe morale, duhet të kishte dhënë një version të saj, një shpjegim të saj, ose të merrte ndonjë veprim, të largohej, sepse ajo do të largohet, po është më mirë kur ikën vetë me këmbë të tua se sa kur të heqin. Kemi dhe ne strategjinë tonë, duhet kuptoni që ne po luftojmë në një terren që nuk ka sy që shikojnë dhe nuk ka vesh që dëgjojnë. I bashkëpandehur me Berishën është dhëndri i tij Jamar Bërmaltezi, ndaj të cilit pozita ligjore është më e ashpër për shkak të akuzës së pastrimit të parave. Të përfshirë në këtë dosje janë edhe biznesmenët Fatmir Bektashi e Xhimi Begeja, së bashku me noteren Andja Pustina. Sipas prokurorisë së posaçme, Sali Berisha krijoi kushte kur shërbente si kryeministër i vendit, që dhëndri i tij të përfitonte nga nxjerrja e akteve nënligjore, privatizimin e trojeve shtetërore të ish klubit sportiv Partizani. Tashmë mbi truallin e privatizuar janë ndërtuar 19 kulla. Më herët, gjatë ditës, Sali Berisha u paraqit në strukturën e posaçme antikorrupsion në zbatim të masës së sigurisë. Ai akuzoi drejtuesin e prokurorisë, Altin Dumani, si personi që sipas tij amnistoi krime zgjedhore. Në bindje të urdhrit të gjykatës së posaçme, Sali Berisha u paraqit në SPAK për aferën Partizani, ku sulmoi kreun e këtij institucioni Altin Dumani. Krye të amnistisë së krimit elektoral qenon ai që amnistoi dosjet 184 dhe 138 apo 39 qenon vet Altin Dumani, shërbëtor i shpifur i Ulsi Manjas dhe Arben Rakipit, i keq përdorur në shkallë ekstreme nga Edi Rama. Pra, ne kemi dorëzuar edhe gjatë fushatës me 10 pa di. Gjyqtares që i caktoi masën e arrest shtëpie, Berisha i drejtohet.
gjykatësia, pseudo-gjykatësia me 5 mbiemra është një mashtruese ordinere dhe delinkuente, e pa turp, e pa cip, subjekt i ligjit, ndërsa deklaron në formularët e saj që i ka dorëzuar motrës Belinda Lubi Ballukut se nuk ka marrë ndonjëherë dënim në ndonjë vend, si të kërkon formulari. Lideri i opozitës përsëriti se zgjedhjet e 11 majit u vodhën, madje tha se edhe emigrantët votuan masivisht për Partinë Demokratike. Diaspora ka votuar masivisht për Partinë Demokratike, por siç keni pa ju, kutit e votave dhe votimi i tyre është fund e krye manipuluar, një lloj si në Korenë e Veriut apo në diktaturën hoxhiste dikur. Diaspora ka votuar dhe të garantoj që diaspora kundër narkoshtetit do të dëgjoni ju, do të thot fuqishëm fjalën e saj, sepse përdhosja që dhe shkelmimi që ju bë vullnetit të lirë të shqiptarëve në Europë do marrë përgjigje shembullore, por nga shqiptarët jashtë vendi. Berisha bëri një hap pas për incidentin që ndodhi në protestën e së premtes, ku disa nga zyrtarët e PD-s dhe qytetar u përplasën me gazetarët. Ai tha se politikanët duhet të tregojnë të kujdesshëm në marrëdhëniet me median. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi tha sot se asgjë nuk e cënoi integritetin e procesit zgjedhor, ndërsa po numërohen votat e fundit të diasporës. Celibashi tha se kushdo që ka dyshime mund të tërheqë pamjet filmike. 50.000 flet votimi nga diaspora në lidhje me votat preferenciale për kandidatët janë ende në proces numërimit e Parku Olimpik, njoftoi kryekomisioneri Ilirian Celibashi në një konferencë për mediat. Janë 201.795 numri i fletëve të votimit të vlerësuara, 199.824 janë fletë votimit të vlefshme, 1.971 janë fletë votimit të pavlefshme. Aty po vazhdon vlerësimi i fletëve votimit për kandidatët. Procesi është kontestuar nga disa kandidatë, prej tyre kanë kërkuar pamjet filmike gjatë numërimit. Nëse një kandidat nuk i siguron dot për arsye të ndryshme nëpërmjet partisë të pamje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ja vën në dispozicion çdo kandidati. Me shumë problematika dhe pretendime për çitërsim të vullnetit të qytetarëve shqiptarë që votuan nga Greqia, a ekziston mundësia që procesi i votimit të shpallet i pavlefshëm? Nëse verifikohen shkeljet e ligjit dhe nëse shkeljet e ligjit janë të tilla që ndikojnë në rezultat, çdo lloj votimi mund të shpallet i pavlefshëm. Këtë nuk e them dot, edhe nuk më takon për ta thënë. Me siguri të plot, them që çfarë ka administruar dhe çfarë ka përgatitur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në lidhje me këtë proces, ka prodhuar integritet të plot. Qeveria shpalli sot 8 rekomandimet e saj për drejtësinë, që synojnë sipas qeverisë forcimin e luftës kundër krimit dhe korrupsionit. Ministri Ulsi Manja tha se trajnimi në këtë fushë duhet jetë përparësi kombëtare, por kreu i strukturës së posaçme antikorrupsion Altin Dumani i quajti propozimet e qeverisë të përgjithshme dhe që sipas tij rrezikojnë të sjellin mbi kërkesë burokratike. Një paket me 8 rekomandime nga ana e qeverisë është përcjell këtë të hënë për institucionet e drejtësisë nga ministri Ulsi Manja. Në një konferencë në ambientet e prokurorisë së përgjithshme, Manja tha se këto rekomandime synojnë forcimin e luftës kundër krimit dhe rritjen e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale. Rekomandimet fokusohen tek nxitja e bashkëpunimit ndërinstitucional, rritja e hetimeve për luftën kundër krimit dhe narkotikeve, rritja e kapaciteteve institucionale e të tjerë. Orientohet hartimi një strategjie koordinuar ndërmjet prokurorisë përgjithshme, SPAK-ut, Policisë Shtetit dhe institucioneve të tjera publike. Marrëveshjet për shkëmbimin e dhënave, për caktimi i pikave të kontaktit dhe transparenca ndërinstitucionale janë kyçe për suksesin në përballjen me krimin. Po ashtu Këshilli i Ministrave propozon dhe krijimin e strukturave të specializuara për çështje komplekse, ku kërkohen trajnime me ndërkombëtarët. Nevojitet krijimi i strukturave të specializuara për çështje komplekse, investim në teknologji dhe burime njerëzore,
si dhe zhvillimi i trajnimeve të vazhdueshme në bashkëpunim me shkollën e magjistraturës dhe partnerët ndërkombëtar. Trajnimi për antikorrupsionin, krimin organizuar dhe krimet kibernetike duhet të jenë prioritet kombëtar. Megjithatë, mbi këto rekomandime, kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani shpreu disa rezerva. Ai theksoi se një pjesë e tyre janë të paplota, pasi nuk shoqërohen me të dhëna konkrete, ndërsa disa të tjera përmbajnë terma shumë të përgjithshme. Një rekomandim tjetër që shikohet, megjithëse në vlerësimin e institucionit tonë, kjo nuk ka të bëjë me prioritetet në luftën kundër kriminalitetit, por është ajo që ju e thoni në rekomandimet tuaja, nevojë për respektim të mekanizmave ekzistues të kontrollit. Rekomandohet forcim mekanizmash të brendshëm të kontrollit. SPAK tashmë është subjekt i mbikëqyrjes nga KLP, ILD dhe vetë strukturat e tij. Krijimi i strukturave të reja, vlerësimi dhe integriteti pa analizë të mekanizmave ekzistuese rrezikon të sjellë një ngarkesë burokratike. Ndërsa drejtuesi i prokurorisë së përgjithshme Ulsian Çela tha se është e rëndësishme ndjekja këtyre 8 pikave të propozuara nga qeveria, por sipas tij deri më tani ka një mungesë prej 35% në organik dhe e bën të vështirë ndjekjen e rekomandimeve. Ish kryetari i Bashkisë së Kukësit, Safet Gjitsi, është liruar nga qelia ku po vonte dënimin me vendim të apelit të posaçëm. 6 muajt e mbetur të dënimit ai do t'i vuajë në banesë. Shkak për lirimin nga burgu është bërë gjendja e tij e rëndë shëndetësore. Safet Gjitsi u shpall fajtor me 1 vit burg për shpërdorim detyre, por apeli i posaçëm e ashpërsoi dënimin duke e dënuar për korrupsion aktiv me 3 vite burg. Gjitsi u arrestuan në 1 muaj pasi u rizgjot kryetar bashkie për qytetin e Kukësit në vitin 2023 pas publikimit të një skandali erotik. Edhe një grua e përfshirë në skandal u dënua me 1 vit burg për korrupsion aktiv. Rritja ekonomike në Shqipëri, sipas Komisionit Evropian, do të vijojë, por me ritme më të ulta. Edhe Banka e Shqipërisë ndan të njëjtin qëndrim, ndërsa shqetësim mbetet lufta e tarifave dhe mungesa e fuqisë punëtore. Komisioni Evropian parashikon që ekonomia shqiptare do të vazhdojë rritjen të paktën deri në vitin 2026, por ritmi do të jetë më i ngadalë se 4% që u shënua në vitin 2024. Shkak për këtë, sipas Komisionit Evropian, do të jetë zbehja e reformës së pagave. Të njëjtin parashikim bën edhe Banka e Shqipërisë. Në horizontin e 2-3 viteve të ardhshme, ne presim që ekonomia shqiptare të rritet afërsisht në linjë me potencialin e saj të rritjes ekonomike, që vlerësohet aktualisht në nivelin 3.5-4%, dhe ky zhvillim i ekuilibruar midis kërkesës dhe ofertës agregate në ekonomi do të mundsoj që inflacioni të kthehet gradualisht në objektivin ton 3%. Si Komisioni Evropian, ashtu edhe Banka Qendrore vlerësojnë se Shqipëria është e ekspozuar ndaj luftës së tarifave, çka rrit pasigurit dhe mes të tjerash mund të ndikojë në fluksin e investimeve të huaja direkte në vendin ton. Konteksti global vazhdon të shfaq pasiguri të larta që vijnë nga tensionet gjeopolitike, por po ashtu edhe nga luftrat tregtare dhe planet për vendosjen e tarifave në nivele të ndryshme midis bllokeve konkurrente gjeopolitike, çka do të ishte një goditje negative për ekonominë shqiptare. Në rast se këto goditje do të materializohen, kuptohet që ato do të reflektohen në qëndrimin e politikës monetare. Shqetësim për Komisionin Evropian është mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar në Shqipëri, e cila, siç theksohet në raport, është e rënduar nga imigracioni dhe përbën kosto për bizneset. Kuvendi i Kosovës zgjon të mbetet në ngërçe dhe sot nuk u arrit dot të zyrtarizohet ngritja e tij. Palët nuk lëvizën nga qëndrimet e tyre dhe opozita tha se pret nga gjykata kushtetuese që t'i jap zgjidhje situatës. Konstituimi i Kuvendit të Kosovës ka dështuar për herë të 18. Deputetët refuzuan krijimin e një komisioni për mbikëqyrjen e votimit të fshehtë për kreun e ri të parlamentit. Kanë votuar 52 deputet për, kundër 1, abstenime nuk ka. Shihemi me 21 në orën 11, me 21 maj. Pas seancës, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka akuzuar sërish vetëvendosjen për mos krijimin e institucioneve. Vetëvendosja nuk është e interesuar që të zhbllokojë situatën,
Unë njerë shpreh keqardhjen para gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës për këtë situatë që është bërë vërtet e tepërt, e cila po e dëmton vendin tonë dhe jetat e përditshme qytetarëve të Kosovës. Sipas tij, nëse kjo krizë politike vijon, presidentja e vendit duhet i drejtohet gjykatës kushtetuese. Kryetari i LDK-s, Lumir Abdigjiku, tha se lëvizja vetëvendosje po zvarrit këtë situatë. Ndërkohë, deputetja e AAK-s, Time Kadriaj, tha se po i drejtohet gjykatës kushtetuese për zgjidhjen e këtij ngërçi politik. Tash po nisëm për në gjykatën kushtetuese, është afati i fundit për dërgimin e komenteve, kemi hartu edhe disa komente në përkrahje dhe në mbështetje të asaj që kemi dërguar dhe arsyetimin sepse duhet të trajtohet me seriozitet. Ne tash po fillojmë me shku në gjykatën kushtetuese, tash do i dërgojmë, do i dorëzojmë dhe normal që dëshirojmë me u fuqizu kërkesa paraprake. Ndërkohë, kreu i vetëvendosjes Albin Kurti nuk ka pranuar as sot të flasë për mediat. Ethet e garës sa vinë dhe shtohen në fermën e vipave. Le të ndjekim një rrëfim të hollësishëm. Moj sqyti këtu nga gjithë që jemi ne këtu. Një tjetër fundjavë në ferma VIP 2 ka mbyllur një cikël të ngjeshur me ngjarje të papritura, rivalitetet të forta dhe momente që ka ndryshuar rrjedhën e lojës. Spektakli i mbrëmjes së sotme premton surpriza, ndërsa 10 fermerët e mbetur në garë kanë nisur aludimet lidhur me eliminimet apo renditjet e mundshme. Publiku do të ketë sërish në dorë rolin kryesor në vendimarrje, pasi do të nxjerrë 4 më të votuarit, të cilët do të përballen në një sfidë dyshe. Grupi që do të humbas këtë betejë do të kalojë automatikisht në televotim kokë më kokë për eliminim të premten e ardhshme. Konkurrentët janë të angazhuar çdo ditë me sfida të ndryshme që shpesh bëhen vendimtare në këtë pikë të lojës. Këto momente, të cilat testojnë aftësitë e tyre, shtojnë gjithnjë më shumë ngarkesën emocionale të këtij reality show. Marrja e drejtimit të punëve të fermës nga Andrea pas zgjedhjes së tij prajmin e së premtes ka sjellë reagime të ndryshme në radhët e fermerëve. Megjithatë, Andrea është treguar i kujdesshëm duke ndarë detyrat në mënyrë të barabartë dhe të drejtë. Doja që të ishim sa më shumë bashkëpunues. Unë fakt që Një tjetër moment kyç i fundjavës ka qenë hapja e kutisë së sekreteve pas sfidës fytyra së vërtetës ku janë zbuluar 3 defekte të çdo konkurrenti në formë anonime dhe të shkruar në letër. Ky moment ka sjellë tensione dhe emocione të reja mes fermerëve, duke patur ndikim në atmosferën e përgjithshme. 2 të ftuar special kanë ndryshuar rutinën e fermerëve. Agai, i cili jo pak herë ka surprizuar konkurrentët, ka sjellë në ferma VIP 2 artizan të punimit në grep, të cilët kanë dhënë pak nga eksperienca e tyre. Gishtin këto, se disa ngarkojnë shumë gishtin. Të gjitha zhvillimet e fundit dhe surprizat që do të ndodhin do të zënë vend në natën e 15 të spektaklit në orën 21 në ekranin e Vision Plus, si dhe në 2 kanalet të dedikuara të platformës Stream. Përfunduam me edicionin kryesor të lajmeve për sot e hënë 19 maj. Ju uroj mbrëmje të këndshme.